Azem Hoxha dhe načelniku i policisë së Kumanovës. Mulla Azem Latifi, i njohur në popull si Azem Hoxha, ishte një personalitet me autoritet të lartë, jo vetëm në fshatin e tij të lindjes në Shtraz, por në tërë Karadakun e Kumanovës dhe më gjatë, i njohur për diturinë, trimërinë dhe pamjen e tij të jashtëzakonshme, të një hoxhe karizmatik dhe me qëndrim dinjitos. Ka qenë një kohë të gjatë mifti i Kumanovës në kohën para dhe pas luftës së dytë botërore. Tregohet se në një rast punonjësit e policisë i kishin thënë načelnikut të tyre se po të vinte në zyrën tënde Azem Hoxha, ke për të ngritur në këmbë me dashje apo pa dashje, i detyruar nga vetë pamja e tij karizmatike që e ka. Načelniku kishte thënë se kur nuk i ngritëm në këmbë një hoxhe, por kur i dërgoi një ftesë për të ardhur në polici që ta provojnë këtë pretendim të načelnikut, në momentin që Azem Hoxha hyn në zyrën e tij, ai menjëherë pa hezitim dhe pa vedije ngritet në këmbë. Më vonë, kur e tregon këtë rast načelniku, e ka pranuar me gojën e vet se është ngritur në këmbë pa vedije dhe s'ka mund ta kontrollojë veten në ato momente. Pra, kështu ishin dikur hoxhallarët tanë. Edhe armiq më të mëdhej i respektonin vetëm nga pamja dhe qëndrimi që mbanin në ambientet publike.